Dinastia e samurajve në Japoni. Dinastia e Japonisë është më e vjetra dhe më e vazhdueshmja në botë. Sipërfaqja e saj fillon me legjendën e perandorit Jimmu, që supozohet të ketë qenë perandori i parë, duke qenë një figurë mitologjike që daton rreth vitit 660 para.e.s. Gjatë mijëvjeçarëve dinastia ka kaluar nëpër shumë periudha historike, duke përfshirë periudhave të ndryshme si Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Azuchi, Momoyama, Edo dhe më pas periudhën moderne. Për shumë shekuj dinastia ishte kryesisht simboli i unitetit kombëtar dhe identitetit japonez, edhe pse perandori shpesh nuk kishte fuqinë e drejtpërdrejtë politike, sidomos gjatë periudhës feudale. Ai ishte figura qendrore, kulturore dhe shpirtërore. Në periudhën moderne, ndërmjet shekullit 19 dhe 20, perandori rifitoi autoritetin e tij të plotë pas shekujsh të izolimit dhe konfliktit. Samurajt janë luftëtar elit të klasës së lartë që shërbyen në sistemin feudal të Japonisë. Ata datojnë që nga periudha Kamakura 1185-1333, kur u kriju sistemi i klaneve ushtarake dhe shërbyen si mbrojtës të zotërinjve të tokës të njohur si daimyot. Puna kryesore e tyre ishte mbrojtja e tokës, lufta për pushtet dhe mbrojtja e interesave të zotërinjve të tyre. Kodet e nderit dhe disiplina. Samurajt ndoqën kodin e nderit të quajtur Bushido, rruga e luftëtarit, i cili përfshinte vlerat e nderit, përkushtimit, besnikërisë, trimërisë dhe disiplinës së lartë. Bushido ishte një udhërfyes moral që përcaktonte sjelljen e samurajve, duke i bërë ata jo vetëm luftëtar të fuqishëm, por edhe figura të respektuara morale. Arma kryesore e samurajve ishte shigjeta, arku, shigjeta dhe shpata e gjatë, kryesisht katana, e cila është bërë simbol i tyre. Ata trajnoheshin për të qenë ushtarë të shkëlqyer, por edhe për të ndjekur artet marciale si kaligrafia, poezia dhe artet e tjera kulturore. Me kalimin e kohës dhe ndryshimin e sistemit, roli i samurajve filloi të zvogloi. Në periudhën Edo, 1603-1868, sistemi feudal u vendos fuqishëm dhe roli i samurajve u profesionalizua, por dhe u kufizua. Pas rilindjes Meiji në vitin 1868, sistemi feudal u shfuqizu dhe samurajt humbën statusin e tyre ushtarak dhe pronësor. Ata shpesh ju desh të ndryshonin profesionet e tyre ose të merrnin role të reja në shoqëri. Dinastia japoneze është një nga më të vjetrat në botë dhe simbol i vazhdimësisë dhe identitetit kombëtar. Samurajt janë luftarë të shquar që duke ndjekur kodin e nderit Bushido luajtën një rol të rëndësishëm në historinë ushtarake, kulturore dhe shoqërore të Japonisë deri në periudhat moderne. Roli i tyre është një shembull i disiplinës, nderit dhe artit të luftës që ka lënë gjurmë të thella në kulturën japoneze.